Kryeministri Kristian Miskoski ka deklaruar se ligjet e reformave nuk varen nga shumica e badenterit. Sindikata e kontrollimeve ajrore kërcënon me grev, kërkon që t'jepet fund punësimeve partijake. Lidhja e sindikatave vlerëson se me pagën minimale aktuale sfidë mbjetesa. Irani thot se goditi selin e inteligjencës izraelite, e cila sipas tyre ishte vendosur në afërsi të një spitali. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Ligji për kodin zgjedhor dhe ligji i inspektoratit të përdorimit të gjuhëve ka ngecur në kuvent për shkak të mungesës së shumicës së badenterit. Megjithatë, kryeministri Kristian Miskoski ka thënë se ligjet për reforma nuk varen nga shumica e badenterit. Miskoski tha se shumica është stabile, ndërsa nuk e mohon dhe as nuk e pohon mundësinë që ajo të rritet. Në anën tjetër, deputetja Arbana Pasholli ka quajtur spekulime pretendimet se Fronti Evropian do të përçahet. Edhe pse në kuvent kanë mbetur penge ligje për kodin zgjedhor dhe ligje inspektoratit të përdorimit të gjuhëve, për të cilat nevojitet shumicë badenteri, të cilën momentalisht nuk e ka shumica parlamentare, kryeministri Kristian Miskoski tha se ligje për reforma nuk varen nga badenteri. Nuk varen ligjet reformuese nga badenteri. Jo, nuk varen nga badenteri. Mund që disa të jenë me 80 deputet me shumicë prej 2/3. Kodi zgjedhor ka nevojë për konsenzus politik, sepse mund ndonjë prej partive politike sërish të aplikojë filibustering dhe të mos miratohet kodi zgjedhor, por kjo nuk do të thotë se duhet badenter. Duhet të kemi konsenzus politik dhe me informacione që kemi. Tani do të shohim kur do të hyjë në procedurë parlamentare. Ndërkaq, Miskoski tha se shumica është stabile, ndërsa nuk e mohon dhe as nuk e pohon mundësinë që ajo të rritet. Absolutisht gjithçka është e mundur dhe gjithçka nuk është e mundur. Kështu që t'ja lëm maksimës së njohur se politika është çështje mundësisë. Një ndër emrat më të përfolur për t'u bashkuar shumicës është kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, emër të cilin disa ditë më parë nuk e mohoi edhe zëvendës kryeministri Izet Mexhiti. Gjatë javës ardhshme, Fronti Evropian do të shpallë më shumë detaje rreth e kandidaturave për zgjedhje lokale. Këtë e bëri të ditur deputetja Arbana Pasholli, e cila deklaroi se po analizon rezultatet e anketave. Pasholli tha se gjithashtu se në këtë garë, Fronti do të jetë kompakt. Gjatë konferencës për media, përkrah Pashollit ishte Bejxhan Ilyas, deputeti turk, që përflitet për negociatat të mundshme me pushtetin. Nisma qytetare më mirë për Tetovën kundërshton propozim ligjin e ri për kodin zgjedhor, për të cilin thotë se vështirëson pjesëmarrjen në zgjedhjen e kandidatëve të pavarur. Agron Arifi nga kjo nismë tha se në konferencë për media tha se ky propozim ligj tentohet të miratohet me procedurë të shkurtuar, pa debat publik, pa transparencë, edhe pse u anulua vetëm një muaj më parë nga gjykata kushtetuese, kurse tani rikthehet në version edhe më të rënd. Ndryshimet e reja, shtoja i janë përpjekje për t'i fshirë zërat e pavarur nga harta politike, duke e cilësuar këtë si një luftë për të drejtën e çdo qytetari për të kandiduar dhe për të zgjedhur lirshëm. Ai po ashtu ka bërë një krahasim me shumicën e shteteve europiane, ku tha se nevojiten më pak se 200 nënshkrime për pjesëmarrjen e kandidatëve të pavarur në zgjedhje, kurse me propozim ligjin e ri, konkretisht në Tetov, të grumbullohen 900 nënshkrime, gati sa për formimin e një partie politike. Ky propozim ligj është një goditje e drejt për drejt ndaj vlerave demokratike dhe evropiane. Kërkesat tona janë të mos votohet ligji aktual, të hartohen propozimet e reja ligjore që do të përfshin kërkesat e kandidatëve të pavarur, të zhvillohet debat publik me ekspert dhe qytetar, të miratohet një zgjidhje demokratike dhe kushtetuese, dhe që është më e rëndësishmja, listat e mbyllura të zëvendësohen me listat e hapura. Ne nuk do të tërhiqemi, do të vazhdojmë të luftojmë për zgjedhje të drejta dhe zërin e pavarur të qytetarëve.
Udhëheqësit e kompanisë së kontrolleve të trafikut ajror po përballen me kërkesën për t'i dhënë fund punësimeve në baza partijake. Sindikalistët kanë vendosur ultimatum drejtorisë duke i kërkuar që të reflektojë deri në fund të muajit. Nëse nuk merren parasysh kërkesat, sindikata paralajmëron riaktivizim të grevës duke filluar nga 10 korriku. Sindikata e kontrollorëve të trafikut ajror kërcënon me grevë në rast se, siç thonë, vazhdojnë punësimet partijake. Sindikata i ka vendosur ultimatum udhëheqësisë së EMNAV-it që të anullojë konkursin e ri për punësim dhe të bëjë realizim urgjent, siç thonë ata, pikave të paplotësuara nga marrëveshja e vitit të kaluar. Nëse këto kërkesa nuk plotësohen deri në fund të muajit, sindikata paralajmërojnë reaktivizim të grevës duke filluar nga 10 korriku. Situata në Mënaf është përkeqësuar në mënyrë drastike si rezultati i acarimit serioz të raporteve njerëzore për shkak të proceseve të bllokuara për prokurim publik, tranzicionit të pasuksesshëm në sisteme të reja teknike, shkeljes së dispozitave të marrëveshjes kolektive, ndryshimeve të fshehta dhe të pabazuara në sistematizim, si dhe mos respektimit të pikave të marrëveshjes midis Mënaf dhe sindikatit më 13 korrik 2023. Por këto kërcënime nuk e friksojnë kryeministrin Kristian Mickovskin. Sipas tij, arsyeja e vërtetë e grevës nuk është konkursi i punësimeve. Nuk mendoj se kjo është arsyeja. Kërcënojnë ata që bën sulme dhe urahën, e tani nuk kanë vëmendje dhe nuk janë më aq të fuqishëm të rrahin. Kjo është, por ne nuk friksohemi nga kërcënimet. Para disa ditësh, EMNAV, shoqëria aksionare në pronësi shtetërore për menaxhimin e trafikut ajror dhe dhënien e shërbimeve në navigacionin ajror, publikoi një shpallje për punësimin e punonjësve me arsim të mesëm dhe për këshilltar me arsim universitar. Paga fillestare nis nga mbi 1.000 euro. Prokuroria e Strugës kërkon që kryetari i komunës së Strugës Ramiz Merko të shpallet fajtor për emërimet e paligjshme në shkolla me akt vendimin që do të shpallet nesër në gjykat. Ndërkaq mbrojtja ka kërkuar lirimin e plot nga akuza me arsyetimin se nuk ka prova dhe akuza nuk është e plot. Vendimi gjyqësor për kryetarin e Strugës Ramiz Merkun që ka të bëjë me emërimet e paligjshme të shkollave pritet të shqiptohet të premten, ndërkohë sot palët i thanë fjalët përfundimtare. Prokuroria e Lëndës kërkoi që Merku të shpallet fajtor sepse në cilësinë e kryetarit të komunës në disa raste ka emëruar drejtor të shkollave fillore në kundërshtim me ligjin, duke emëruar persona që nuk i kanë plotësuar kushtet për atë pozicion, pa procedurë ligjore dhe pa shpallur thirrje publike. Me këtë ju ka shkaktuar shkollave dëme financiare. Bëhet fjalë për shkollat e Labënishtit, Radozhdës dhe Podgorcës, kurse avokati i Merkos Igor Petkovski kërkon lirimin e plot nga akuza. Sipas tij, fakti që nuk ka prova se në atë periudhë Ministri i Arsimit dhe Shkencës ka bërë shkelje të rregulloreve ligjore, duke emëruar ushtrues detyre drejtor nga të punësuarit e shkollës, akt akuza sipas tij është e padrejtë dhe jo e plot. Ai shton se gjatë mandatit sa ka qenë Merko kryetari i Strugës, asnjëherë nuk janë marrë ingerencat nga Ministri i Arsimit. Paraprakisht në deklaratën e dhënë para gjykate, Ramiz Merku kërkoi që faji intendante me ministrin atëhershëm të Arsimit Jeton Shaqirin. Shaqiri, tha ai, ishte në dieni të situatës. Merku shtoi se në shumë raste vetë ministri Shaqiri kishte propozuar persona që më pas u emëruan dhe se drejtorët e rinj kishin thënë se nuk ishin takuar me Merkun, por ishin caktuar nga ministria. Më herët Merku u lirua nga akuza në rastin e blerjes së veturës luksoze në vlerë prej 67.000 eurove, pasi që gjykata tha se nuk ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë se Merko ka pasur për qëllim keqpërdorimin e detyrës së tij zyrtare. Komisioni për vërtetimin e përfaqësueshmërisë së sindikatave ka mbaruar punë me numërimin e antarëve të sindikatave. Është konstatuar se lidhja e sindikatave të Maqedonisë i plotson kushtet për përfaqësueshmëri dhe se vetmja gjë që e presin tani është nënshkrimi i vendimit nga Ministri i Ekonomisë. Jetese shtrejtë, çmime të larta, paga të rritura të zyrtarëve qeveritar, por jo rritje pagash për popullin. Ky është imazhi aktual i Republikës së Maqedonisë së Veriut. I pyetur nga televizioni Shenja lidhur me çështjen e kërkesave për rritje të pagës minimale, nënkryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, Ivan Peshevski, tha se Komisioni për vërtetimin e përfaqësueshmërisë së sindikatave ka mbaruar punë me numërimin e antarëve të sindikatave. Është
konstatuar që lidhja e sindikatave i plotëson kushtet për përfaqësueshmëri dhe se vetëm një gjë që e presin tani është nënshkrimi i vendimit nga Ministri i Ekonomisë që, siç thot Peshevski, më pas të mund të vazhdojnë bisedimet lidhur me rritjen e pagave. Ai akuzoi qeverinë që këtë proces e ka zhvilluar shumë ngadalë me qëllim të blerjes së kohës. Ajo që me siguri mund ta them është që Komisioni për verifikimin e përfaqësueshmërisë së sindikatave ka kryer punën lidhur me këtë, janë kontrolluar të gjitha listat, është konstatuar numri për 63.000 antar në LSM, që nënkupton se e kemi plotësuar kushtin që të jemi sërish përfaqësues me mbi 10% nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës të pyetur nga televizioni Shenja, janë përgjigjur shkurt për këtë çështje. Komisioni punon, procedura po vazhdon dhe pritet që të përgatisim zgjidhje në afat sa më të shkurtur. Peshevski tha se shpresojnë që së shpejti të nënshkruhet vendimi nga Ministri i Ekonomisë, në mënyrë që, siç thot ai, të vazhdojnë të argumentojnë kërkesat për rritje të pagave. Të ulemi sërish të diskutojmë për pagat, të shohim deri ku është shporta konsumuese, të cilën po e përgatit qeveria. Të japim argumentet tona lidhur me shpenzimet e jetesës dhe të ardhura që ju duhen familjeve për të mbijetuar, dhe sepse kërkojmë pagë minimale 500 euro, sepse me shportën sindikale prej 63.000 denarëve dhe pagat aktuale, populli nuk po mund të mbijetoj, theksoi ai. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kishin planifikuar të ftonin disa ekspert mjekësor nga Izraeli, të cilët do të trajtonin të lënduarit nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan. Mirëpo, për shkak të luftës me Iranin, ky ekip mjekësor nuk mund të arrijë. Ndërkohë do të vinë ekspert nga Slovenia për të shqyrtuar mundësinë për trajtimin e të lënduarve. Kemi ftuar ekspert mjekësor nga Izraeli për të lënduarit në tragjedinë e Koçanit, por nuk ka fluturime nga atje për shkak të situatës së re atje, kështu që kjo do të shtyhet për një kohë të pacaktuar, ka deklaruar drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor Sasho Klekovski. Ai tha se do të vinë ekspert nga Slovenia për të shqyrtuar mundësitë për trajtimin e të lënduarve. Nga trajtimi i djegjeve deri te mushkërit, kujdesi infermior, kujdesi psikosocial, të gjitha këto bien në mbarën e shtetit. Këto shërbime janë të disponueshme në spitalin në Koçan. Së pari, terapia fizike u transferua në Koçan dhe këtë javë u kryen 10 ndërhyrje me plazmë të pasur me trombocite, me transferimin e ekzaminimeve pulmologjike. Pjesa më e madhe kujdesi shëndetësor do të zhvillohet në spitalin në Koçan. Kemi 10 persona të lënduar që janë në spital dhe kemi 15 persona që duhet u jepën veshje kompresive. Klekovski apeloi që të lënduarit të vazhdojnë trajtimin në Koçan dhe theksoi se të gjitha shpenzimet lidhur me trajtimin e tyre do të mbulohen nga shteti. Ai u kërkoi të lënduarve që të mos shpejtojnë të bëjnë trajtime të shpejta estetike, por të presin shërim më gradual që kërkon kohë. Të paktën 65 persona u plagosën në sulmin e mëngjesit të sotëm iranian ndaj Izraelit. 18 persona u plagosën teksa vraponin drejt strehimoreve. Sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve të Iranit, raketat shënjestruan selin e ushtrisë dhe shërbimit të inteligjencës izraelite pranë spitalit Soroka dhe vala e shpërthimit shkaktoi lëndime në objekt. Një raket iraniane goditi në afërsi të spitalit kryesor në jug të Izraelit, duke plagosur disa persona dhe duke shkaktuar dëme të mëdha, sipas autoriteteve spitalore. Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA ka raportuar në Telegram se objektivi kryesor i sulmit me raket në orët e para të së enjtes ishte selia e komandës dhe inteligjencës së ushtrisë izraelite dhe kampi i inteligjencës ushtarake në parkun teknologjik Gaf Jam, raporton Al Jazeera. Agjencia pretendoi se spitali pësoi vetëm dëme të vogla si pasojë e valës goditëse të shpërthimit. Infrastruktura ushtarake ishte një objektiv i saktë dhe i drejt për drejt, thuhet në deklarat. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e dënoi sulmin dhe duke deklaruar: "Tiranët në Teheran do ta paguajnë çmimin e plotë" dhe ka urdhëruar ushtrinë izraelite të shtojë sulmet ndaj Iranit. Ndërkaq, ministri izraelit i mbrojtjes Yisrael Katz ka kërcënuar se do të eliminojë udhëheqësin iranian Ali Khamenei. Nga
Nga ana tjetër, mediat ndërkombëtare po raportojnë duke u thirrur në burime jo zyrtare se SBA po përgatitet për mundësinë e një sulmi ndaj Iranit. Izraeli goditi objektin bërthamor në Natanz duke shkatëruar pjesën mbi tokë dhe duke dëmtuar edhe kapacitetin nëntoksor për pasurimin e uraniumit. Gjithashtu, Izraeli sulmoi edhe bazën në Fordo, sipas agjencisë ndërkombëtare për energjinë atomike. Nuk ka dëme në Fordo apo në reaktorin tjetër në ndërtim në Khondab. Këtë javë janë shtuar spekulimet nëse SBA do të japë Izraelit armat e nevojshme për të goditur brenda objektit në Fordo, i cili ndodhet thellë nën tokë dhe është shumë më i vështirë për t'u aksesuar se sa Natanz. Fordo ndodhet rreth 30 kilometra në verilindje të qytetit të Qomit, në veriperëndim të Iranit dhe thuhet se është qindra metra brenda një mali. Irani e zbuloi konvertimin e tij në një objekt bërthamor në një letër drejtuar agjencisë ndërkombëtare për energjinë atomike. Organi ndërkombëtar mbikëqyrës i armëve bërthamore, më 21 shtator 2009, pasi mësoi se shërbimet e inteligjencës perëndimore tashmë kishin ndjeni për të. Sipas kësaj agjencie, objekti është projektuar për të mbajtur deri në 2976 centrifuga aktive, një pjesë e vogël në krahasim me kapacitetin prej rreth 50.000 që ka Natanz. Objekti kryesor bërthamor i Iranit, të cilin Izraeli e goditi ditën që nisi sulmet ajrore mbi Iranin. Palestinezët në Gaza, ku infrastruktura është dëmtuar rënd si pasojë e sulmeve izraelite, kanë vështirësinë në qasjen e ujë të pijshëm të pastër, raporton Anadolu. Një pjesë e madhe e popullsisë po përjeton mungesa serioze të ujit për shkak të puseve dhe rezervuareve të shkatëruar të ujit. Një kamion me ndihmë mbërriti në kamp dhe shpërndau ujë për palestinezët e zhvendosur. Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite ka vazhduar ofensivën brutale kundër rripit të Gazës, që nga tetori 2023, duke vrarë mbi 55.400 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Në nëntorin e kaluar, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza. Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për luftën e tij në enklav. Shikues të nderuar, ky është fundi i këtij edicioni informativ, ndërsa ne do të shihemi bashkë në edicionin qendror. Deri atëherë, mirupafshim.